Sot, pas lojmit të rënd për vdekjen e këngëtarit Shpat Kasapi, reagimet e figurave të njohura të artit nuk kanë munguar. Mes tyre, edhe këngëtarja Gresa Behluli ka shprehur dhimbjen e saj përmes një postimi preks në rrjetet sociale. Ajo ka kujtuar Shpatin si një artist të sjellshëm dhe të dashur për publikun. Gresa ka theksuar se humbja e tij është një goditje për gjithë estradën shqiptare. Ikja jote e hershme na mërziti të gjithve, do të na mungojnë këngët e tua të bukura, interpretimi i yt prej një artisti shumë të veçantë. Na letra shëgimi këngët e tua shumë të bukura që do t'i këndoj me mallë dashuri. Ishe ndër njerëzit me të edukuar që ka mujt me i njoft në estradë. Do të kujtojmë gjithmonë si një njeri i dashur e i qeshur dhe shumë i respektueshëm. Ngushëllime nënës së Shpatit, familjes dhe gjithë komunitetit artistik. Pushoj i qetë miku im, ka shkruar Gresa Behluli. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.